Ismail Prokshin nga fshati Verbos. Mirë se kena gjetë. Tash pensioner, nëse teknik i lartë i ka në QKU kam punu, tash pensioner, mirë nga me bashkë që me bëjtësi ka pak. Ka nis me lulzu tash edhe... Po, është pranvere hershme, po friguam as përna i prish pëmt. E që tu. Prilli din me befasu ka njëherë? Din shumë, ma këtë se morsit. E më the, nuk e dija, ka gjeru këtë pjesë kur e bona prezentimin e Verbovcit, i përmena veç dësane, di për njerëzit, kështu në historinë si njerëzimit ju, si banor, si fshati, keni qenë solidar, keni qenë gjithmonë punëtor, po historinë më thellësisht... Punëtor shkollur në ato janë trej, ato i di gjithkush. Po, do histori më të vjetra. Fshati Verbovc është një ndër fshatrat më të vjetra, thuja në rajon. Është më vjetër se Polluxhe këtu në rrethin. Fshati Verbovc ka një histori shumë të lashtë. Ka qenë kisha, ka qenë kalaja e Verbovcit. Për emër janë disa varianta, dikush thotë se nga një i Verber. Ka qenë në kohën Iliro Romoke, ka qenë qytez. Ka lagje e glareve, ka sot gjamia, ka egzistu rruga e Shtrunën Kaldram, 2 ondë kanë qenë Dugoj, hala mas asoj kodres atje, hala egzistojnë ravinat ku kanë zerë Feronikel, kanë shkri, kanë maru gjezve, kanë maru kusia, saqa e krejt prej Feroniklit. Jenë konë disa Dugoj ato, u konë rruga Verbovc ka pishat ato, Glanasel, ka guri plakës Prishtin, Novëbërd, tregtarët që e kanë pas rrugën, të bo tregti, kanë nërë në Verbovc, kanë pru dishka, kanë marë si... Po, tregtia që tu i ka? E po, deri në Shkoder.